Sot Shqipëria ka rrjetin më të zhvilluar të mbrojtjes në Ballkanin Perëndimor. Dhe kjo është e mirënjohur dhe e lëvduar nga të gjitha organizatat ndërkombëtare. Shqipëria është i vetmi vend i rajonit me një administratë të shtrirë në të gjithë vendin për zonat e mbrojtura, ku kemi 12 parqe kombëtare, 20 parqe natyrore, 11 peizazhe të mbrojtura dhe mbi 700 monumente natyre. Ishim ne që i bllokuam duzina e duzina lejesh të dhëna qorrazi mbi shtretin e lumenjve tanë, ku vetëm në lumin magjik të Valbonës kemi ndaluar ndërtimin e plot 9 hidrocentraleve. 9. Fakti është se për shpalljen e Vjosës park kombëtar, bashkë me degët e veta Drino, Bënqa, Shushica, plot 12.000 hektar, kemi anulluar 40 kontrata hidrocentralesh. 40. Dhe për dieni, në Greqin, Fqinje dhe Mike, ku ndodhen 70 km dhe parë të Vjosës, nuk i është dhënë lumit të fundit egur në Europë një mbrojtje kaq e fortë si që kemi dhënë ne në Vjosën, që jo vetëm e shpëtuam nga hidrocentralet, duke shpallur park kombëtar. Mu ashtu si që ishim zotuar në programin tonë. Po ndërkohë, sot e gjithë ditën, jemi ende në një betej fyt për fyt, me një kriminal, që u bë heroi i opozitarëve tanë, kur me demek i mori Shqipërisë 110 milion euro në arbitrazh, dhe kur opozitarët tanë, ata të vjetrit dhe ata të rinjt, shpërndanin përpara zgjedhjeve në të gjitha makinat në përgjama dhe në për shtëpi fletushkën se ikën $110 milion nga taksat. Në fakt, ai llum i sjell Shqipëri nga tjetër kush më parë për ta mjel të vënd si lopën e komshiut, jo vetëm që s'ka marë deri tani që flasim asnjë qindark nga shteti shqiptar, po përballët aktualisht me drejtësinë në Belgjik, pas shumë fakteve të depozituara pranë organeve të drejtësisë belge nga qeveria shqiptare, kurse hidrocentrali i tij monstruos bashkë me mjetet dhe materialet e sekuestruara iku për skrap, sepse qysh se Partia Socialiste ka marrë përsipër misionin historik për të antarësuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Dhe shqiptarët më kanë besuar udhëheqjen e tyre drejt asaj maje. Shqipëria nuk ka qenë kurrë për shitje, ky vend nuk ka qenë kurrë më një krijesë e kërrusur përpara askujt, flamuri i ngritur në Vlorë nga plaku legjendar i pavarësisë nuk ka qenë më kurrë as një çarçaf patriotizmi të shtirur, as një tort për të ofruar në vend të reformave shtetëndërtuese. Por për ne, për mua, Shqipëria është një amanet i shenjtë në syt, në mendjen dhe në zemrën time. Prandaj jam krenar sot në këtë përvjetor përballë të gjithëve ju. Qoftë përballë atyre që më besuan kur mora drejtimin e kësaj partie të madhe, qoftë përballë atyre që ishin në drejtën e tyre të mos më besonin, si njeriu në dur në krye të kësaj familje politike, dhe qoftë përballë atyre që kishin të drejtën e tyre të më luftonin si njerëz të së njëjtës familje. Jam krenar edhe përballë atyre që mungojnë sot, sepse nuk janë më mes nesh, ku duhet veçoj liderin historik të socialistëve Fatos Nano. Krenaria e shprehur publikisht, e të cilit për mua, si pasardhës i tij, pikërisht në vitet e fundit të jetës,
fatkeqësisht shkurtër, dhe pasi marrëdhënia jonë kaloi në faza dramatike, kryesisht për të, mbetet për mua një vlerësim i veçantë. Ashtu si kundër sot nuk mund të harroj këtu çdo njërin nga veteranët e luftës, edhe ata nuk janë më me ne, që i njohan fillimet e këtij misioni që më bën kraj i fort edhe pse më pritën fillimisht me këmbë të para. Nuk krenohem përpara jush dhe çdo antarit familjes son se kam bërë gjithçka mirë, se kam qenë i pagabushëm, apo se nuk i kam hyrë në ak askujt. Jo, nuk e kam bërë gjithçka mirë, kam gabuar jo një herë, dhe edhe pse kur nuk kam dashur t'i hyj në ak askujt, ka shumë të ngjarë që ta kem bërë pa qëllim, ose nga që mund të kem bërë në një vlerësim gabuar. Por unë krenohem, sepse i kam dhënë dhe do t'ja Partisë Socialiste pa kursim gjithçka që kërkohet nga një lider. Dhe së bashku me Partinë Socialiste, ja kemi ngritur kokën Shqipërisë dhe çdo shqiptari, që sot, ku do qoftë, e thot pas një siklet, jam shqiptar dhe jam krenar se ne dhe askush tjetër do ta çojmë Shqipërinë në krah, në majën ku dielli lind andej nga perëndon. Ata ndër ju që më njohin dhe që kam punuar apo punojnë më afër me mua, e kuptojnë se qa kam parasysh, duke ju thënë që e di shumë më mirë se sa mund t'ju dukem disave, se çfarë nuk shkon në këtë Shqipëri që kemi ndërtuar me kaq shumë mund deri këtu. Ma kërkon detyra dhe ma imponon respekti që kam. Për gjithë ata që ma kanë besuar këtë detyrë të lartë për 4 mandate rresht, që t'i ndjek punët e vendit në çdo drejtim, të dëgjoj dhe të kuptoj problemet e njerëzve kudo dhe sido që ata i kanë, dhe mbi të gjitha t'i ndjej hallet dhe dhimbjet e atyre që nuk ja dalin. Por gjithashtu, kjo rrugë më ka provuar në mish, kock dhe deri në palc, në shpirt dhe në mendje, ato që një burr i madh ka lënë shënim për të gjithë burrat në arenë. Nuk ka rëndësi kritiku. Njeriu që tregon me gisht se si burri i fort pengohet, apo se ku ai që i bën gjërat mund t'i kishte bërë më mirë. Merita i takon atij që është vetë në arenë, fytyra e cilit është e zhgaravitur nga pluri, nga djersa dhe gjaku. Atij që guxon, që gabon dhe ngec përsëri e përsëri, sepse nuk ka përpjekje pa gabime apo ngecje. Atij që njeh entuziazmet e mëdha për kushtimet e palëkundura, atij që e shpenzon veten për një kauz të drejtë, i cili në rastin më të mirë përjeton në fund triumfin e një arritje të lartë, apo në rastin më të keq, nëse dështon, të paktën dështon duke guxuar fort. Kësaj vendi i tij nuk do të jetë kurrë mes atyre shpirtrave të ftohtë dhe frikacak që nuk njohen as fitoren dhe as humbjen. Motra dhe vëllezër, mund ta merrni me mend që çdo ditë nuk kanë qenë të lehta as për mua. Për shumë arsye,